Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Në emisionet e kaluara kemi folur për disa profetë të mëdhenj të cilët i ka përmendur Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famëlar. Kemi folur për Davudin alayhi salam si një djalë i vogël i cili arriti të fitonte luftën me ushtrinë e Xhalutit dhe të mbyste vetë Xhalutin. Pastaj bëhet mbret, po bëhet dhe profet. Mirë po, Allahu i Madhërisëm i jep një begati dhe mirësi të madhe Davudit alayhi salam kur ai bëhet baba me një fëmijë që u quajt Sulejman. Kush është Sulejmani? Çfarë bëri Sulejmani? Dëgjoni me vëmendje. Sulejmani u bë mbret për Beni Israilet në moshë tepër të vogël, sa ishte 12-13 vjeç. Tepër i vogël. U bë mbret. Menjëherë sapo vdiq Davudi alayhi salam. A e dini pse? Sepse që sa ishte Davudi babai i tij gjallë, ai shfaqi zgjuarsi dhe urtësi të mahnitshme, të gjithë njerëzit filluan të respektojnë dhe të admirojnë për zgjuarsinë e madhe që kishte. Dhe këtë zgjuarsi na përmend vet Allahu i Madhërisëm në Kur'an, ku na tregon se ja bëjmë gjëra të kuptueshme Sulejmanit. Ndërkohë Davudi alayhis salam ishte profet, ishte mbret, kishte eksperiencë. Domethënë kishte aq shumë njohuri, kishte aq shumë mundësi të gjykonte me drejtën, ndërkohë që Sulejmani alayhis salam ishte nga ata njerëz të cilët përfitonin prej tij, mësonin prej tij, merrnin besim domethënë dhe njerëzit e mëdhej deri dhe dietarët, deri dhe profetët. Shembull. Një ditë prej ditëve, siç kemi treguar më parë, Davudi alayhis salam qëndronte në mes të qytetit ku vinin njerëzit që gjykoheshin tek ai për problemet që kishin me njëri tjetrin, apo jo. Një ditë prej ditëve vjen një njeri dhe ankohet, duke thënë: o profeti i Zotit, në tokat e mia, në oborët e mia, futen delet bagëtia e një komshiu, e një personi tjetër, edhe mi dëmtojnë të gjitha të mbjellat. I han të gjitha të mbjellat. Atëherë çfarë gjykimi ka për këtë njeri që ose si do të jetoj unë pa ato të mbjella? Unë dua që ne të gjykohemi përpara teje dhe unë të marr hakun tim, të marr të drejtën time, dhe i akuzuari është filani, delet e të cilit u futën në oborin tim dhe në tokat e mia dhe më dëmtuan në të mbjellat. Davudi alayhis salam i gjykoi. Atëherë tha: derisa filani, delet e të cilit janë futur në tokën tënde, të kanë dëmtuar aq sa të gjitha të mbjellat i kanë ngrënë ose i kanë prishur, atëherë ty të takojnë të gjithë delet e këtij. Pyetja është e thjeshtë. Davudi alayhis salam kur gjykonte, i bënte padrejtësi njerëzve? Jo. Nuk i bënte padrejtësi njerëzve, se ishte profet. Mirë po ndoshta dhe mund gabonte. Ose ndoshta zgjidhja mund të ishte zgjidhje e mirë, por nuk ishte zgjidhje më e mirë. Aty ndërhyn Sulejmani alayhis salam, dhe pse ishte shumë i vogël. I thot: o babai im, mendoj se gjykimi do të jetë ndryshe. Po si i thot? Gjykimi do të jetë në këtë formë. Një vit rresht, ky personi që ka pasur të mbjellat e veta, bimët e veta në oborrin dhe në tokat e veta, le të marrë delet e këtij personi dhe të ushqehet nga qumshti dhe produktet e qumshtit, domethënë që vijnë nga baktia e këtij personi. Dhe ky personi që ka pasur delet, që është bërë shkak me delet e veta të prish të mbjellat e komshiut të vet, ky duhet të kujdeset për oborrin e këtij komshiu derisa të mbjellat pas një viti të bëhen gati. Dhe pas një viti delet i kalojnë përsëri personit që i ka pasur, dhe bimët me dhe të mbjellat e ndryshme i kalojnë personit që i ka pasur, dhe kështu secili kthehet me pronën e vet pa u dëmtuar askushi. Të gjithë e pëlqyen. Të gjithë admiruan. Të gjithë u mahnitën nga zgjuarësia e Sulejmanit alayhis salam, ndër njerëzit ishte edhe vet Davudi alayhis salam që u gëzua aq shumë kur pa që kishte një djalë tepër të zgjuar.
Që do të thotë, nëse këto dele kanë ngrënë bimët dhe të mbjellat e komshiut këtu, domethënë, e meriton që gjithë kjo pasuri ta marrë komshiu? Jo. Atëherë, për një vit, derisa të mbjellat, domethënë, të dalin përsëri, duhet kujdeset komshiu, pronari i deleve, dhe këtij personi që është bërë dëmi, atëherë ky do të ushqehet me produktet e qumshme që vijnë nga delet e komshiut, dhe mas një viti pasaj, secili merr përsëri pronat që kishte, ky bimët, pemët, pemishtet, frutat dhe ky merrte delet e veta. Shikoni domethënë si dha një lloj gjykimi sa ishte i vogël. Çfarë do të thonte kjo? Do të thonte që mas vdekjes së Davudit alayhis salam, Sulejmani patjetër do të bëhej mbret, sepse meritonte, ishte biri i një profeti, ishte biri, domethënë i një mbreti, por dhe ishte tepër i zgjuar. Atëherë, menjëherë pas vdekjes së Davudit alayhis salam, kush e meritonte të bëhej mbret? Pse Sulejmani? Sepse sa ishte i vogël ishte shumë i zgjuar. Madje ishte bir profeti, po ishte edhe bir mbreti. Davudi ishte edhe mbret, edhe profet. Atëherë kush tjetër do të ishte më i mirë, më i matur, më i devotshëm, më i dijshëm dhe më i zgjuar dhe më i mençur se Sulejmani alayhis salam? Menjëherë sa po vdes Davudi alayhis salam, Sulejmani bëhet mbret. Por me kalimin e kohës, Allahu i Madhërisëm, në mënyrë që Beni Israilët, hebrejt, mos të përçaheshin, mos të largoheshin nga libri hynor, mos të largoheshin nga urdhrat e Zotit, mos të largoheshin nga feja vërtet, mos të largoheshin nga adhurimi i Allahut xhelle xhelalu, çfarë bëri? E dërgoi Sulejmanin alayhis salam si profet të ndiqte rrugën e babës së tij, të ndiqte rrugën e udhëzimeve që jepte Zeburi, që kishte zbritur si libër hynor nga Allahu i Madhërisëm pikërisht tek babai i tij Davudi alayhis salam. Kur u rrit pra, u bë dhe profet. Ishte tepër i zgjuar, tepër i mençur dhe i devotshëm, por mbi të gjitha u bë mbret i krijesave të Allahut xhelle xhelalu. U bë mbret i njerëzve, u bë mbret i kafshëve, u bë mbret i shpendëve, u bë mbret i gjindëve, edhe gjindët ishin në sundimin e Sulejmanit alayhis salam. Ai kuptonte fjalët dhe gjuhët e shpendëve. Kuptonte rënkimet se çfarë donin të tregonin kafshët e ndryshme. Kuptonte gjuhët e tyre se si komunikonin me njëri tjetrin, dhe të gjithë këta ishin në shërbim të Sulejmanit alayhis salam, sepse Sulejmani ishte lutur Allahut xhelle xhelalu të jepte një mbretëri që s'ia kishte dhënë askujt përpara tij dhe s'do t'i jepte askujt pas tij. Allahu xhelle xhelalu nuk bëri të mundur që Sulejmani të sundonte të gjithë botën. Nuk ishte ky lloj mbretërimit, ishte një mbretërim i veçantë. Edhe pse një kohë të caktuar, në një vend të caktuar, ai mbretërimin veçohej me mbretërimin e tij se në sundimin e tij ishin njerëzit, kafshët, shpendët edhe gjindët bashk. Një ditë prej ditëve, Sulejmani alayhis salam e kishte zakon çdo ditë, domethënë, ai shkonte dhe shikonte ushtrinë e tij. Kuajt e Sulejmanit ishin nga ta kuaj, të cilët rrinin gjithmonë në këmbë dhe këmbën e djathtë, një prej dy këmbët e para, njërin prej tyre e manin gjithmonë, domethënë të varur, për me treguar që nuk lodhen kollaj, jo si gjithë kuajt e tjerë që të katër këmbët i kanë në tokë. Është një lloj kali i veçantë, që është vetëm për luftë, është vetëm për sundim, është vetëm për përgatitje luftarake, është vetëm për misione. Ai i rreshtonte që të gjithë edhe i kontrollonte. Ishte disiplina e Sulejmanit alayhis salam ishte tepër e madhe. Nuk ishte rrëmuj, nuk ishte probleme, nuk ishte gjëra të cilat i kalonin nga duret e tij. Ai kontrollonte vetë gjithçka. Një ditë prej ditësh, kur po kontrollonte ushtrinë e tij, vuri re se një zog apo një shpend që në gjuhën shqipe i thonë pupëza, pupëza është një lloj shpendi i vogël, domethënë në arabisht e ka përmendur Allahu xhelle xhelal në Kur'an hudhud, hudhudi mungonte në ushtrinë që paraqitej çdo ditë përpara Sulejmanit alayhis salam. Menjëherë pyeti, ku është hudhudi? Ku ka shkuar? Çfarë është duke bërë? Edhe e priti derisa erdhi. Edhe i pyeti, ku ishe ti? Ku shkove? Pse mungove? Çfarë të bëri ty të largohesh? A je në sundimin tim? Ose do të vish me një arsye të pranueshme, ose do të sakrifikohesh, domethënë, do të therë fare. Çfarë bëri pupëza? Domethënë hudhudi tha, o Sulejman, o profeti i Allahut, unë isha në tokat e Yemenit, domethënë,
në një mbretëri që sundohej nga një grua që quhej Belkisa. Ato adhuronin diellin, ishin idhujtar. Atëherë Sulejmani alayhis salam ja pranoi arsyetimin, që do të thotë Hudhudi ishte larguar në mënyrë që t'i sillte Sulejmanit një lajm. Cili është një lajm? Është një mbretëri atje që sundohet nga një grua dhe ato faktikisht ata adhurojnë diellin dhe nuk adhurojnë Allahun xhelle xhelalu. Atëherë e merr Hudhudin, i shkruan një letër, Sulejmani alayhis salam e ja jep Hudhudit edhe i fluturon me njëherë derisa shkon në mbretërinë e Belkisës. Dhe ja jep letrën në dorë, ja lëshon domethënë letrën, kur e shikon, Belkisa çuditet, që e ka një mbret i fuqishëm, i cili na kërkon që ne t'i nënshtrohemi atij dhe të futemi nën sundimin e tij. Që do të thotë, nëse ne pranojmë të futemi në sundimin e Sulejmanit alayhis salam, do të pranojmë edhe fenë e Sulejmanit. S'do adhurojmë diellin, por do të adhurojmë Zotin e Sulejmanit. U mblodhën të gjithë të parët atij vendi. U këshilluan, konsultuan dhe diskutuan me njëri tjetrin. Dhe ranë dakord shumica që t'i dërgonin Sulejmanit alayhis salam dhurata të ndryshme në mënyrë që nëpërmjet dhuratave t'ia merrnin mendjen domethënë dhe t'ia mbushnin mendjen mos shkonte dhe t'i luftonte dhe t'i pushtonte. Kur i sollën dhuratat, Sulejmani alayhis salam çfarë tha? Unë nuk kam nevojë për dhurata. Nuk kam nevojë për çështjet e dynjas. Mu mi ka dhënë Allahu xhelle xhelalu mirësi të shumta. Në sundimin tim janë kafshët, janë shpendët, në sundimin tim janë gjindët. A dini çfarë bënin gjindët për Sulejmanin? Shkonin zhyteshin në thellësitë e oqeaneve dhe merrnin gur dhe shkëmbin të lëmuar mermeri dhe produkte të tjera domethënë të gurit, e merrnin dhe ja sillnin Sulejmanit alayhis salam. Ku kishte nevojë Sulejmani për dhurata të ndryshme, dhurata të tilla? Atëherë çoi përsëri lajmin në Yemen. Belkisës në sundimin dhe mbretërimin e saj. I tha duhet patjetër të vini të dorëzuar dhe të nënshtruar. Nuk pranoj dhurata, pranoj vetëm sundim. Atëherë ajo i thot popullit të vet dhe parisë së popullit të saj. I thot duhet të pranojmë se nëse vjen Sulejmani me ushtrinë e tij dhe të thotë që është më i fuqishëm se sa ne, do të na pushtojë dhe ne e dim shumë mirë që mbretërit kur futen me dhunë dhe me armën nëpërmjet fuqisë luftarake në një vend, ato e prishin atë vend. Më mirë të jemi në sundimin e tij se sa ta prishim krejt vendin. Ai është e zgjuar faktikisht. Dhe mori rrugën, mori përsipër, e vendosur të udhtonte nga Jemeni që të vinte tek Sulejmani alayhis salam, ta takonte atë dhe të shprehte, të dëshmonte dhe të pohonte çfarë? Dorëzimin dhe sundimin. Dorëzimin dhe nënshtrimin e asaj mbretërie në sundimin e Sulejmanit alayhis salam. Në këto momente që ai ishte duke ardhur rrugës, normal që ai nuk vjen dot për një ditë për dy ditë, nga Jemeni deri në Palestinë do të vitet domethënë ndoshta një muaj. Kur ai ishte rrugës duke ardhur, Sulejmani alayhis salam i drejtohet gjindëve. Dhe u thot: kush prej jush merr përsipër të shkoj në Yemen, të marr fronin e Belkisës dhe ta sjell këtu përpara se ajo të vi. Imagjinoni çfarë force. Doli një ifrit, një prej gjindëve të fuqishëm. Shkoj unë, o i dërguari i Allahut. Shkoj unë, o mbreti ynë, Sulejman. E marr me fjalë shumë shpejt. Dikush i prej tyre tha: shkoj unë edhe ta sjell sa ti të mbyllësh dhe të hapësh syt. Me njëherë të mbyllë dhe hapje syt, aq shpejt ta bin nga Jemeni në Palestinë, fronin e Belkisës, aq gjind të fuqishëm. Disa variante, disa opsione thonë që ishte një melek, domethënë që Zoti e çoi për ta sjell aq shpejt për mbi forcën e gjinëve. Atëherë çfarë ndodhi? Shkoi dhe e mori. Kur erdhi Belkisa përpara Sulejmanit, i thot Sulejmani alayhis salam: a shikon këtë fronin? Po. A është ky froni yt? Ai thot: duket sikur është froni im. I ngjan shumë fronin tim, se nuk e merrte kurrë më mend se kaq shpejt mund vinte froni, më shpejt se sa vet ajo. Kur hyri në pallatin plot mermer dhe gur të lëmuar, ajo kujtonte se ishte uji i lëshuar, domethënë, uji ishte nga poshtë, nuk ishte uji aty sipër, edhe nuk ishte mësuar me këtë lloj
jetese kaq luksoze, me këto lloj ndërtimesh, me këto lloj domethënë inxhinierie të asaj kohe që Jemeni nuk i kishte dhe kujtoi se ishte ujë dhe mundua të përvilte, domethënë rrobën e saj poshtë, fustanin e saj, kishte frikë se mos lagej, aty nuk kishte ujë fare. Kur mori vesh që froni, ishte froni i saj, edhe çfarë fuqie dhe çfarë ushtrie të fuqishme kishte Sulejmani alayhis salam, ajo u bind se ky nuk është thjesht mbret, por ky në të njëjtën kohë është dhe profet. Atëherë u bind që jo vetëm që unë do të futem në sundimin e Sulejmanit alayhis salam, jo vetëm kaq, por do t'i flasim popullit ton të futet dhe në fenë e Sulejmanit alayhis salam. Të adhurojmë Zotin e vetëm dhe mos të adhurojmë diellin, sepse dielli është krijesë e Zotit dhe nuk është krijesë domethënë që ka krijuar vetveten, apo është Zot me vete që ne duhet ta madhurojmë dhe ta adhurojmë. Ky ishte shkurtimisht diçka që fliste për fuqinë e ushtrisë së Sulejmanit. Një ditë për ditëve Sulejmani kishte dalur bashkë me ushtrinë e vet duke ecur. Një prej milingonave trembet. Dhe i drejtohet milingonave të tjera, thot: "O ju milingona, futuni në shtëpizat tuaja, futuni në vendbanimet tuaja, në mënyrë që mos të vi Sulejmani me ushtrinë e tij dhe ju shkel ju merr në bërkëmbë dhe ashtu do dëmtoni dhe do të ngordhni dhe do të mbaroni." Sulejmani e njihte gjuhën e kafshëve, buzëqeshi, kur pak, domethënë, mënyrën se si ishte drejtuar milingona motrave të veta, domethënë, me këto fjalë, buzëqeshi, por nuk u tregua mendje mall që të thonte shikoni se sa i fuqishëm jam unë, por çfarë? Thjesht mori përsipër të falenderonte Allahun xhelle xhelalu, duke thënë: "O Zot, nga këto mirësi që më ke dhënë, më bëj të jem mirënjohës, më bëj të jem falënderues, më bëj të njoh mirësitë tua, dhe sa herë që ty Zoti të jep fuqi, të jep pasuri, të jep mundësi, të jep begati, të jep mirësi, mos u bëj me ndjemadh, sepse Zoti që ti dha, Zoti ti merr prap, por falenderoje Allahun xhelle xhelalu se do të bëhesh i thjesht, e nëse bëhesh i thjesht dhe falënderues, Zoti do t'i shtojë mirësitë e tij." I till ishte Sulejmani alayhis salam. A e dini ju që Sulejmani, përveç se kishte në ushtrinë e tij njerëzit, kafshët, shpendët dhe gjindët, kishte edhe një fuqi të pestë. A e dini çfarë ishte ajo? Ishte era të cilën Allahu i madhërisëm e kishte nënshtruar enkas për Sulejmanin, atë që njerëzit e tjerë në udhëtimet e tyre e bënin me muaj, për një muaj, për 40 ditë, për 2 muaj kështu me radhë, Sulejmani e bënte gjithë atë udhëtim brenda ditës dhe natës, apo brenda një kohe shumë të shkurtër. E merrte era Sulejmanin alayhis salam dhe dërgonte aty ku donte ai. E kishte nënshtruar Zoti Sulejmanit alayhis salam. Dhe a e dini ju, kështu vazhdoi faktikisht çështja e Sulejmanit, duke e mbajtur Beni Israilët një popull të fuqishëm, me ushtri të fuqishme, me udhëzimet e Zeburit nga babai i vet, domethënë libri që i zbriti babai i vet Davudit alayhis salam, por faktikisht e çuditshme është dhe vdekja e Sulejmanit. Gjindët e kishin aq frikë sa kur i urdhëronte Sulejmani alayhis salam të binin gur, të ndërtonte ndërtesa të ndryshme. Nga ndërtesat e ndryshme ishte edhe Xhamia Aqsa. Xhamia Aqsa, xhamia ndërtuar edhe më parë, e kishin prishur ato ushtrit armike që i kishin sulmuar, i kishin pushtuar dhe dëbuar pastaj Beni Israilët nga Palestina. Kur ishin futur të ofiset e tjera, e kishin prishur dhe xhamin, kur erdhi Sulejmani alayhis salam me mbretërinë e tij, por dhe bërë dhe Allahu xhelle xhelalu profet, urdhëroi dhe gjindët të shkonin dhe të punonin për të. Në sundimin e tij arriti ta ndërtojë dhe një herë xhamin Aqsa. Kush? Sulejmani alayhis salam. Në njërin prej ditëve pastaj, kur Sulejmani alayhis salam kishte urdhëruar gjindët të shkonin dhe të punonin, të merrnin gur, të përpunonin produkte të ndryshme, të ishin në sundimin e Sulejmanit, Sulejmani ishte ulur në poltronin e vet. Ishte ulur në vendin dhe në fronin e tij dhe ishte mbështetur domethënë në bastunin e tij, në shkopin e tij. Në këtë lloj forme duke parë punën. Por ja që Sulejmani ishte njeri dhe nuk ishte Zot. Sulejmani ishte krijesë dhe nuk ishte krijues. Vjen meleku i vdekjes dhe ja merr shpirtin dhe Sulejmanit. Aty mbaron dhe vdes Sulejmani alayhis salam. Dhe koka qëndron aty, domethënë e krrusur dhe e kputur mbi shkopin e tij. Gjindët mendonin çfarë ka Sulejmani që nuk lëviz,
Çfarë ka Sulejmani që nuk qohet? Çfarë ka Sulejmani që nuk flet? Disa prej tyre filluan të dyshonin se Sulejmani ka vdekur, por nuk e vërtetonin dot. A e dini pse? Kishin frikë ti afroheshin Sulejmani dhe ta pyesnin pa lejen e tij, sepse Allahu i Madhërisëm kishte bërë të mundur që kushdo që dilte nga urdhrat e Sulejmanit alayhi salam e dënonte me njëherë. Ata kishin frikë. A e dini se si e morën vesh që Sulejmani kishte vdekur? Një krim mbi vogël ishte futur në shkopin këtu, domethënë, edhe ato krimbat e drurit që rrëmojnë, futen thellë, domethënë derisa e prishin krejt drurin. Dhe kur kishte kaluar i krimi i vogël nga ana e shkopit në anën tjetër që nuk kishte më forcë, por u kput shkopi, aty ra dhe Sulejmani alayhis salam. Ra në tokë dhe ata e kuptuan që Sulejmani kishte vdekur. Ata e kuptuan që Sulejmani kishte vdekur dhe mbretëria e tij aq e fuqishme nuk ishte më. Pse? Sepse Beni Israilët, Zoti nuk do të çonte më mbretër kaq të fuqishëm dhe njerëz kaq të mirë dhe të sinqert, por dhe profet kaq të dëgjuar domethënë në mesin e tyre, derisa të vi pastaj në fund në fare Isa alayhis salam. Isaja, domethënë që është dhe profeti i parafundit para se të vinte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, andaj dhe nga Sulejmani alayhis salam e derisa të kalojmë tek dy profetët e tjerë, babë dhe bir, Zekeria dhe Yahya, këto do t'i shpjegojmë me lejen Allahu xhelle xhelalu si rrëfenja më vete në emisionet që do të vinë me lejen Allahu të plot fuqishëm. Walhamdulillahi rabbil alamin.